Si mund të pastrohemi nga magjia? Ajo që unë e këshilloj çdo të sprovuar, që është i sprovuar ose e sprovuar nga magjia, fale namazin. Namazi është shkak për të mbrojt. Kush e fal sabahun është mbrojtjen e Allahut. Fale namazin. Mundohu vazhdimisht për sa të kish mundësi me ndet me abdes. Dhikrin e mëngjesit dhe mbrëmjes. Është tek libri Mburoja e muslimanit, e gjen edhe në internet. Vazhdimisht lexoj vetes Kur'an, surën Fatiha, ajetin Kursi, 3 surat e fundit të Kur'anit. Dhe luta Allahun e lartësuar, se Zoti i gjithësisë është ai që na shëron. Wa idha maridtu fa huwa yashfin, dhe kur unë sëmurem, ai më shëron. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: Ud'uni astajib lakum. Lutmuni mua të përgjigjem ju. Luta Allahun e lartësuar me sinqeritet, me përgjërim, se Zoti i gjithësisë është ai që i përgjigjet lutjeve. Allahu ju lehtësoft dhe ju pastroft. Amin.